Gaza është interesant me po në disa nivele. Për shembull, për me po qysh partive politike, qysh partit politike, sidomos këto partit politike që kanë qenë establishmenti i pushtetit në Amerikën e Evropë. Është me po qysh fakt, me Gazën e kemi kuptu, jo veç me Gazën, edhe ma herët, po Gaza e ka shpërfaq se ato parti në fakt shumë mote pas kanë qenë në një farë mënyre kesh nga brenda. Edhe këtu po m'bjen men një ngjarje që mundet me shërby si krahasim. Kur shkrimet e Solzhenitsynit për Gulagun depërtojnë Francë, aty ndodh një tërmet mrena të majtës franceze. Tërmet. Nuk na keni tregu për Gulagun, e keni fol mirë për Bashkimin Sovjetik. Qysh është e mundshme që ka ndodhur një gjë e tillë, sepse në atë kohë nuk kanë ditë njerëzit për Gulagun. Për Gazën din se cili sot, sepse gjenocidi ka qenë, domethënë, në kohë reale e kena po. Në 4K që vëthën ka. Edhe nuk ja u kalon shej, partive nuk ja u kalon shej. Mirë po, elektorati tradicional tyne ja u kalon shej. Do me thonë, sot, nëse gjelbrit jenë shumë në rritje në Britani, është ndër të tjera edhe për shkak pozicionit tyne të mirë për Gazën. Një gjohë t'il ka ndodhë sa i përket bazës shoqërore, po këto partit, si me thonë, partit e qendrës, që unë menoj që, në fakt, nuk, nëse veç kthehemi në vitet 60, tu nuk janë as partit qendrës, po thjesht emni u ka met, partit që unë besoj janë partit e konsensusit neoliberal, kanë met njëjtë. Një gjotë tjetër që e vlen me përdor për Gazën është me po qysh Gaza nuk nashta, unë kisha pas qef këto me nda me ty si pytje. A është Gaza përjashtim për botën edhe për tendencat ka përshkon bota, apo në fakt është një lajmëtari hermshëm. Lajmëtari hershëm. Unë shoh elemente që na thojnë që Gaza nuk është përjashtim, është lajmëtari hershëm për ku jena të shku krejt. Për shembull, Gaza, për para tetorit vitit 2023, na krejt e dimve, 20 vjet, ka qenë kamp. Apo? Po. Kamp, 3-4 vjet të fundit, ka dinamika me u bo plot venet e Evropës e të Amerikës. Nëse e sheh kur shkru në Agambeni për Homo Sacer, apo? Për jetën e zhveshur. Për jetën ku ti nuk je as qytetar, ku nuk je as banor, je thjesht një qenje që gjallon. Do me thonë, ku për ty merret vendim pa gjyq. E gjona tilla, i dina që kanë qenë Gaza për 20 vjet, po 3-4 vjet të fundit i sheh në për Evropë kundër emigrantëve. Do me thonë, ngjarjet me ICE, jënë tipikisht Homo Sacer, ngjarjet me kampet e refugjatëve, ku njerëzit depërtohen pa gjyq. ICE është pa vendim gjyqësor. Kjo është një siti special, mendoj. ICE është po, një siti special kundër emigrantëve në Amerikë, se nuk e ta dim po për publikun. Nuk e shpjegoj. Këto gjona na thonë që na jena të një Gazën, veç nashta jena disa vite mrapa. Frika jame është, edhe dinamika tjera thonë po ashtu, na jena bota nuk po bëhet ma paqësore, po bëhet ma egër, me ma shumë luft, e tjerë.